Jugoslavisë. Dhe e zgjata pak si shumë këtu për të dalë. Jo, edhe duhet ta kuptoj njerëzit se ç'është organizat. Ka një pikë shumë interesante, sepse mua më ka interesuar shumë duke qenë diplomat dhe duke qenë sepse ndjeja një lloj shikimi shtrëmbur nga kolegë të ndryshëm që pse nuk ishim neve Shqipëria pjesë e firmosjes në Helsinki, ndërkohë që na kishin ftuar. Dhe aty ka jashtë se unë shumë hile, po të shikosh korrespondencën diplomatike, edhe na kanë ftuar dhe s'na kanë ftuar, dhe i kanë ftuar dhe s'i kanë ftuar, dhe ato që kemi kërkuar ne si kushte për të plotësuar përpara se ti firmosnim, pra edhe atyre ju ka ardhur mirë që ne nuk vajtëm. Por ajo më interesante që do të dësha të them është që në atë kohë Shqipërisë nuk i konvenonte fare mos ndryshimi i kufive. Sepse bëhesh fjalë për 2 milionë shqiptarë që jetonin në Kosovë dhe ne nuk kemi dashur asnjëherë që të sanksionohej ajo vindarje e kufirit siç u bë në atë kohë. Sepse gjërat janë vërtet edhe nga pikpamja ligjore kanë një mospërputhje. Për shembull, nuk ka asnjë traktat paqe midis Serbisë dhe Turqisë që Turqia të ketë ceduar Kosovën që Kosova të jetë pjesë e Serbisë. Pra ligjërisht Kosova asnjëherë nuk ka qenë pjesë e Serbisë. Ka qenë territori okupuar i cili është kooptuar pastaj në Jugosllavi. Për shkak të Serbisë. Ka qenë perandorisë otomane. Otomane. Pa në 1912-ën, kur serbët fituan dhe pushtuan me luftë, pra ja shkëputën me thonjë, edhe me shpatë dhe me gjak Turqisë atë krahin, Turqia nuk u ul që të bënte një traktat paqe dhe thoshte, "Ok, këtë territor po e çedojmë." Pra ligjërisht, Kosova nuk i ka takuar asnjëherë Serbisë. Kështu në këtë këndvështrim Hera e dytë që e dëgjoj nga juve, sepse është e kam lexuar vetëm nga një studius kosovar, i cili të njëjtën gjë thotë edhe për vilajetin e Janinës edhe për të gjitha i quan të... Në këtë këndvështrim, ne, Shqipëria, pavarësisht që ndoshta Enver Hoxha kishte hallet të tjera, drejtave të njerëzit, të kishës, të fesë, ku diun, patjetër që të gjitha janë. Por ishte edhe ky element, mos njihnim kufit, sepse nuk ishim dakord me atë ndarje që ishte bërë botës. Është shumë interesante në fakt të kthehesh mbrapa në kohë dhe ti gjykosh që në gjenezën e tyre problematikat. Ambasador, vim tek administrata Trump, të ai që juve e quajtë Deep State, i cili reflektohet edhe te qëndrimi ndaj nesh. Neve përmendëm edhe në emisionin e shkuar ku folëm për një lloj frenimi që ju ka bërë këshilltarit të sigurisë, detyroi Trumpin që a e detyroja me qef, a pa qef iku këshilltari Waltz. Gjithashtu kemi një shmangje të njeriut shumë të fuqishëm, numri 2, pronarit njeriut më të pasur të botës, Elon Musk, ku Trump i tha, shiko, ti si duash, ndaç rrin, ndaç ik, i tha, po si më thënë, i latë kuptonte që nuk ja i që bën ligjin këtu, këndoj unë. Kam frikë se edhe Trumpin nuk është e këndon do të kaq kollaj. Pra, mos kemi një lloj rezistence të atij Deep State-it dhe një qëndrueshmëri për të kthyer pastaj në vija tradicionale që ka çdo perandori. Juve s'ju pëlqen termi perandori, po unë e quaj në fakt një perandori sui generis, holografike. Se me 180 baza në gjithë botën. Jo, mua më stonon termi perandori në kuptimin e funksionimit, perandorit janë vertikale, kurse unë kam besuar dhe vazhdo të besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një organizim demokratik. Kurse perandoria në në perandori të tjera për shumë më pak ta prisnin kokën, në Shtetet e Bashkuara ta presin kokën edhe post Trumpit. Në këtë këndvështrim, por ajo që sot që po flasim, duke filluar nga dita e shtunë, sot është e mërkurë, 4-5 ditë e fundit, më bëjnë të mendoj që deri tani të paktën Trump e ka humbur luftën me atë që quhet Deep State. Dhe një nga arsyet është sepse duke ditën e shtunë ose duke gdhire diel, një numër i konsiderueshëm dronësh nisur nga Ukraina kanë tentuar të godasin helikopterin me cilin udhëtonte presidenti i Rusisë Putin gjatë një udhëtimi nga Moska në Kursk. Dhe në të njëjtin kohë që ka ndodhur ky lloj sulmi, është një website që monitoron lëvizjet e avionëve, itam.com diçka, i cili thot se në ato orar rreth e përqark detit të zi, Odesës dhe Krimes, ka pas një aktivitet të jashtëzakonisht të shtuar të avionëve të zbulimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe besohet që natyrisht dijeni për fluturimin e presidentit mund të ketë marrë Ukraina edhe nga spionët e vet që kanë në Rusi,
po besohet shumë që e ka marrë nga Amerikanët dhe që më tej sulmi me raketa dhe me dron nuk mund të bëhet pa dijenin e ekspertëve amerikanë, i bën njerëzit të besojnë shumë më tepër që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur dijeni për gjithë këtë aksion. Pra, për tentativë për të vrarë presidentin e Rusisë. Dhe unë jam i sigurt që kjo gjë është vepër e atyre që janë poshtë Trumpit. Dhe bile dje par dje, kur u pyet nga Fox News, që se u shpreh ashpër për Putinin që është çmendur, po vret njerëz, këtu unë kam njohur ndryshe, dhe dikush i tha, po a jeni ndjeni që është sulmuar helikopteri i tij? Jo, tha, nuk di. Pra, i bie që Deep State vepron ndën rrogos dhe saboton atë veprimtari që bën zoti Trump gjatë ditës, pra për të nxitur negociatat, për të arritur një paqe. Në këtë këndvështrim them që është një humbje e madhe për zotin Trump në raport me luftën që ai zhvillon kundër të shoqëtorit. Nuk mendoni që e ka bërë Trumpi dhe e mohon për efekte? Nuk besoj. Nuk ndodh, sepse ajo që e bën të gjithë historinë goxha xhalo është që Trump e di fare mirë që ka një urdhër ekzekutiv të presidentit Biden për që e udhëzon CIA-n për të zhvilluar çfarë do lloj aktiviteti në dëm të Rusisë, Federatës Ruse. Pra këtë urdhër ekzekutiv fare mirë Trump gjatë këtyre 3 muajve që ishte në pushtet mund ta kishte anuluar. Për sa kohë urdhër është në fuqi, CIA dhe gjithë institucionet e tjera amerikane që janë në këtë linjë veprimi do të vazhdojnë të zbatojnë urdhrin e ekzekutivit të presidentit. Pra kjo që sapo thash është në favor të asaj që thatë juve që e di dhe bën sikur se di. Unë besoj që nuk e di. Unë besoj sepse nisur nga ajo që ka thënë në fushat, nga ajo që ka thënë në periudhën e tranzicionit, që unë do ta shmang luftën sepse jemi në prag të një lufte bërthamore, po për ta shmangur luftën më duhet që të çmontoj gjithë establishmentin neokon, globalist dhe marksist, të cilët në maskën e luftës për përhapjen e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit kanë shkatëruar Amerikën dhe atë dëm që i kanë bërë Amerikës, Kina dhe Rusia do ta ndërronin. Kështu që në këtë këndvështrim njohja ime e personalitetit Trump është e atill që ai vërtet ka ardhur me një lloj misioni, siç e quhen edhe veten që është me mision, për të bërë paqe dhe për të ndryshuar situatën, sepse ka një kontradikt të jashtëzakonshme. Ai është miliarder dhe në ceremoninë e inaugurimit kishte gjithë miliarderët nga mbrapa dhe po të shikosh shtypin mainstream, shtypin kryesor, të gjithë janë vërsulur dhe thonë që ai po bërë dhe ligji që u kalua partia në parlament, big beautiful bill që e quhetin, domethënë për shkurtimin e taksave etj. Duket që është totalisht në favor të pasurve. Por ajo që e ka sjell Trumpin në pushtet është pikërisht MAGA, baza MAGA, që janë ata që janë të varfër. Dhe ky do të bëjë diçka patjetër për ta, siç ka thënë dhe sekretari vet i Thesarit, kur 50% amerikanëve janë zero, nuk kanë as i lek, jetojnë nga dita në ditë, nga paycheck to paycheck. 50% e tjerëve zotërojnë 100% të aksioneve në bursa apo kanë konto në banka. Dhe Trumpi në mban në pushtet dhe e bën që të ketë kontroll me gjithë Kongresin, pikërisht kjo 50% e popullsisë që është baza e tij. Pra, ai ndjen një detyrim që ka shi këtyre që nuk kanë asgjë dhe përballen me 1% amerikanëve që zotërojnë 30% të pasurisë amerikane. Pra, në qoftë se ai nuk do të jepte asnjë lloj rezultati në mbështetje të këtyre njerëzve që nuk kanë me se të mbyllin muajin sistemin neve në Shqipëri, atëherë do të ishte i humbur. Në këtë këndvështrim ka një kontradikt madhe, që një miliarder do duhet mendoj për popullin e thjeshtë. Sapo ta thoja, nuk ma merrte mendja kur ambasador që ky do ishte kaq njeri i paqes, për interesat e veta, pa diskutim. Por ka një shpjegim shumë të thjeshtë, më sa kam dëgjuar, duke qenë biznesmeni mbrojtur, ndjen që lufta shkatron. Biznesi krijon, lufta vetëm shkatron. Pra ka një dhe në ato kujtimet e veta që ja kanë mbledhur, sa i vetë nuk di të shkruajmë duket, ja kanë mbledhur dikush, thotë që i ka pasur përshtypje shumë të thellë të regimet e Xhaxhait vet, që ka qenë inxhinier bërthamor, lidhur me armët bërthamore dhe që kur ka qenë i vogël, ka kultivuar një ndjenjë tmerri dhe urrëtie për këto lloj armësh. Pra, është vërtet deri tani të paktën një njeri i paqes. Fare mirë, kushdo mund të thotë, është ai që po furnizon Izraelin me municione, me pare, me gjitha që po bën atë që po bën. Patjetër nuk mund të flitet me terma kategorik, por përpjekjet e tija apo të thënë ai s'ka hapur ndonjë luftë. Eksakt. Dhe mesazhi me të cilat ka ardhur në pushtet është krejt ndryshe nga ato që kemi dëgjuar deri tani.
Një ndër arsyet thonë që do ta shkëpusi Rusin nga përqafimi i Kinës, sepse është një përqafim mbytës, por edhe humbet një lloj, jo vetëm që fuqizon Kinën, po humbet edhe le të themi një partner, se aleac mund të quhen kur këta të dy. Ndërkohë, ambasador, doja të bëja një pyetje edhe për Rusin. Kjo goditja për Putin mos është një veprimtari, le të themi, pak e pa llogaritur nga pikpamja strategjike, sepse Putin është ai që është diktator, luftë-nxitës e tjera, por nuk është Putini që bëri këtë Rusi luftë-nxitëse. Është Rusia që prodhon udhëheqjes luftë-nxitës. Rusia prodhoi Ivanin e Tmerrshëm, Rusia prodhoi Katerinën, Rusia prodhoi Pietrin, Rusia prodhoi Stalinin. Pra është një komb imperialist ekspansionist i cili kërkon vazhdimisht, dhe Putini është një ndër krijesat e tij. Mos ndoshta goditja e tij mund të bëjë ardhjën e një koke më të nxehtë, sepse nëse shohim Medvedev dhe të tjerë janë akoma më ekstremist në ato të tyre, dhe ndoshta ka të drejtë Trumpi kur kërkon një lloj partneriteti me Putinin. Parë nga këndvështrimi jonë patjetër kështu është, domethënë shumë pa hyrë në frazeologjinë diktatori. Është më shumë përfitim për situatën në tërësi, një mirëkuptim me presidentin e Federatës Ruse. Ajo që më bën mua të besoj që atentatin ndaj atij ka shumë shanse të ketë qenë i vërtet. Shiko, ne gjykojmë gjithmonë mbi bazën atyre që mundohemi të bashkojmë pikat, dëgjojmë gjë këtu, dëgjojmë atje dhe kush na mendojmë që shkon me njëra tjetrën. Pra nuk është se kemi në një evidencë të plotë që themi ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo. Po duke bashkuar pikat, duke dëgjuar një lajm këtu, një lajm atje, na bën të besojmë që ka pasur atentat. Atentati i cili përputhet me mënyrën si funksionon CIA, me mënyrën si funksionon mënyra amerikanët menduari, që duke hequr kokën, ti mendon se ja preve, domethënë nuk rritet më gjarpri. Ndërkohë që ata vetë nuk janë kështu, se Pentagoni mendon ndryshe,